Lecimo papà. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video të re në kanalin tonë. Nëse jeni të ri në këtë kanal, ne jemi familja Pizza. Kjo është Dojë, unë jam Enida dhe kemi dhe babi Dolcin dhe jam para skuadrën e çunave. Sot është një ditë tjetër këtu në Spanjë, pasi përfunduam punët e mëngjesit të gjërat e shtëpisë edhe të punës online. Po nisemi që të shkojmë te Lila Diagonal. Është një qendër tregtare që kemi rreth 10 minuta me autobus nga shtëpia. Është Bulevardi Diagonala, si ta quaj unë, si e thoj këta. Po nëse kjo qendër tregtare ka një gjë shumë interesante, sepse ka një kënd lojrash publik ndoshta ose të qendrës, që është atje jashtë edhe gjithë fëmijët mund ta përdorin, kështu që ne shkojmë aty, ulemi pim një kafe te qendra dhe përballë mund të lozi dohen. Atje në verë është një nga zonat ku kanë bërë wet zone, që fëmijët mund të lagen, të luajnë duke vrapuar, të shkojnë te lodra. Edhe mbasi dohen të mbaroj këtu, do fshihet me peshqirë dhe futemi në qendër tregtare, të shikojmë se mos blejmë një gjë që ja vlen me ulje. Kështu që hajdeni me ne, do marrim autobusin dhe do shkojmë atje. Sa i vajzës time i pëlqeu aq shumë outfiti i dieshëm, strecet e bardha me kanatierën e bardhë, sa ka veshur prap sot njëta gjëra se i pëlqente shumë vetja. Apo jo, mami, të pëlqen si e veshur? Pa. Yll fare është veshur, më e bukur e botës, goca ime. Gati ta shikoni që ka marrë? E sigurt, ato do marrësh, nuk do kthesh prap. Të mëdha Monida. Na ka gjetur halli, se këtej ka shumë dyqane me lodra dhe kjo goca jonë nuk vendos asnjëherë se çfarë do. Shikoni sa i madh është dyqane dhe nuk ka zgjedh dot vetëm një lodër. Dyshur nuk ka filluar të kërkoj dhe ky djalë lodra. Vendose kësaj here, për ta shoh. Po zgjodhe. Shumë bukur, puzzle dhe mua më pëlqen shumë. I kem. Mam, ne kemi një ashtu të Shqipëria. Një tjetër. Dhe Frozen e kemi në shtëpi, kështu që duhet zgjedhë një tjetër tani, e treta e vërteta. Këto marrësh. Dohen kjo. Stitchen. Kush ju pëlqen më shumë? Më pëlqen kjo Rapunzel. Na tregoj që ka Rapunzel? Stitche. Kush ju pëlqen? Ata ka qenë goca ime, Stitchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atë. Kjo ka dy kështu dohen. 2 puzzle, Stitche ka Merr vetëm këtë. një. S'ka gjë, po do merr këtë dohen. Si të duash. Kë. Këtë. Stitchin. Merë Stitchen, Sa hajde. i bukur është? Ka... Sa copa ka? Ka shumë copa. 1, 2, 3, Që në 4, kate? 5, 6, 6. Okej, hajde. Ja? Hajde ta paguajmë Ka shpejt. që letë është? Janë që ratifikat nga këto ngjyrat këtu, po nuk di të kërkoj biciklete. Nuk e ka hapur gojen akoma. No, down. Gracias, Doan. Shpresojmë që mbaruam punë me 9 euro. Shpresojmë, nuk e di, ai shumë gjëra sa kishte aty u bëra keq unë, jo më dohen. Janë të vogla, do t'i bien rrugë. Do vetëm qesën jashtë, nuk do t'i hape. Nuk do i hape, shumë mame. Lagje të pishinat. Ky është problemi më i madh, se sa e blen një lodër do ta hapi në sekond, nuk pret dot. Arritëm te stacioni autobusit. Pra do presim vetëm 4 minuta që të na vi autobusi, që ka plot, po inshallah nuk është autobusi plot dhe nga brenda, se i bie trim këmbë pastaj me këtë vape, me karrocë, me gocën. Po, ja ta shohim. Do të bine i gjëra tona. Çfarë deshe këtu? Do ta futesh këtu brenda? Po. Jo, nuk ka lodër që na shkon më shumë se 24 orë, nuk bëhet fjalë. Nuk e shoh dot mama. Ne na pëlqen shumë më tepër të udhtojmë me autobuse sa me metro, sepse me metro na ka ndodhur një herë punon ascensori, një herë nuk punon, detyrohemi ta ngrim në përshkallë karrocën, është shumë e lodhshme. Plus aty ngjeshës me njerëzit brenda është full. Ndërsa me autobus, paktën çdo autobus janë 2 vende që janë për karrige me rrota ose për karroca fëmijës.
Që është qik më praktike, vetëm në rrasë që është plot autobusi dhe nuk e qartë të bësh pastaj, dhe të presësh tjetrën. Po ja, temi që na erdhe. Ja, po erdi. është plot apo është bosh? Mirë, pas ka sa vënde, nuk që ka po. Shikone se i sigur sa po lëru autobuse dhe kështu është ke vënde. Tu mund të një print, mund të karrosa dhe zone dedikuar. Kane në qëto të septa nga një këntëre shumë të bërë. Propera parada. Propera parada. Ja, sa po zbritëm nga autobusi, kjo zona ku është kjo qendra tregtare, Lila Diagonal, dhe ky bulevard e Diagonal është zona më e mirë për mendimin tim, për ata që duan të jetojnë, jo për turistën. Se është gjithë gjelbrim, është qetësi, është shumë bukur, edhe është me pallatet e reja, jo ashtu si në qendër që është plot me turista që zhërmuj. Shikoni sa bukur është këtu. Ja, vetëm kalojmë të rrugën edhe këtu është qendra tregtare. Todo recto. Ulje! Mam, Pa, po të lagje mund të ashil. prish që mund të lagesh, hajde shpejt t'i kime vra. Shpejt. Shaj që po e tregonim që mund të lagen fëmijët s'flesh zënë, por nuk pas ka ujë. Po çdo ditë nga ora 10 deri në orën 1 dhe nga ora 5 deri në orën 8 të darkës. Është ora tani o zemra? Sa është ora? 2. Jam dul në orën 1, para 1 ore dhe i bjen të hapen 5. Jo, ma ne të kapu. Nuk e di si mund t'ja bëjmë, por duhet presim vetëm 3 orë. Si nuk në shkoj mendja ta kërkone. Që do të më do presa? 3 orë? S'ki më ngrës drejt. Një lëngë si kjo kuqe. Tu edhe biskota dhe akulloret janë shumë të mira, por nuk do dhe të prëmsa. Ja akulloret, tam vetëm lëngën. Mama, një që? Pa, Në një ditë e t'i të kisha marrë. pa. Kisha marrë me qopë, me ashtu me kinga për kuash. Nuk e di, nuk në ndan radha. O, mami. Jetë e mirë kjo apo ja? Janë brejtë ka brënda. Janë, do të fusim në kosh. Do të fusim në kosh janë këto. Jam do të futim të dhe ti luaj me këtë lodrën. Mirë. Mirë jene, të lë këto. Keq. Nuk po dim këtë marrim nga këto. Të marrim këto që është 13 euro, por nuk ka krah. Apo të marrim, kjo është e pa krah. Apo të marrim këtë që është ullur dolse me gjithë krah, që është 17 euro. Shifti më për. Provoj. Provoj shpejt dhe ta mbyllim ta fusim të koshe. Ullu më? është e rehatshme. Ja.
Po, mam. Në marrim portokallin për mua. Ha? Marim stole? Marim 2 copë që këta. Janë të mëdhaja, më kushin qenë se këtu gjithë plazhet janë publike, është super sepse nuk kemi duke harxuar asnjë kokë lekë kur shkojmë në plazh, edhe ushqime për të ngrënë marrim me vete, pijet e marrim në market, po ka një gjë që rëra është çike fort, edhe kur rish trirë gjatë gjithë kohës në plazh me peshqir, të lodhet mesi, kështu vendosëm të marrim ato të dyja. Një karrike 17 që një karrike 13 që janë super të lehta, edhe mund t'i marrësh me vete, edhe kur të kthehemi mund t'i fusim në valizhe t'i marrim në Shqipëri me vete. Shikoni sa gjëra të lezetshme ka këtu për kamping. Ç'ke mami? Ç'të bën? Shikoni këto për kamping, ka gota, sa të mira, të nxjerrë. Nuk e di çdo gjë që mund të duhet. Kur do hapet Decathloni në Shqipëri. Shiko sa shumë gjëra që ka. Mami, për gjashkja? Për të shikoj pak bërët e sëre. Sa sy madh. E gjetëm lërën e janë. Sa e bukur, kjo e kam fiksim një si kjo, sa e gjatë. 279, sa e bukur e kam. Ne sa po dolëm nga Decathloni, morëm ato gjërat. Pa, morëm dhe një kajt për doën, edhe tani është akoma ora 3. E di ma qash? E di e apo jo? Nuk e- është me breshk. është me një breshk. Tashi problemi është vetëm ora 3 pak, që deri në 5 nuk kemi më fuqi të rrim këtu, me kaq edhe u lodhem. Kështu që po kthehemi në shtëpi, ta ham drejt, edhe do vim nga ora 5:30-6 mas dite që të dojnë të lozë atë. Shikoni si është kjo shumë si dëshezër, është këtë njërë dënë. Edhe shkas unë njërë të shikojnë këta. Të ngullem në i dyqan. Se bukra këta roba banjo, të isha unë pak më e dobët. Mami, me i pak të shif një. Të ule poshtë këtu? Prit, rëshket ashtu. Ha. Bravo. Më në fund, i pushë mendjen dojnë që të kthehemi në shtëpi, tani do marrim autobusin dhe do ikim. Janë vetëm po qanë. Hajde. Hajde shpejt, hajde mami shpejt se do lirë shilja. Inshallah do kemi vende për të ullur në autobus, sepse u lodhëm me kaq, u lodhëm një zakonisht shumë. Imagjino edhe të ishte larë dojnë e të kishte luajtur atë ta vishnin, ta zhvishnin, mos zot. Sot knaqe sot. Me kë knaqe më shumë? Me të dy. Me mua dhe me dojnë, apo me Ian? Me këta të dy. Me të dy? Ian ke bëtë shumë gabim. Sot ka qenë performansë më të një. Nuk e di nga e kam sfakt të sjellë, ky ka qenë më i ortë. Ian, ku i ke lëmbin? Ku i ke lëmbin, mama? Ma të leko lëmbin. Mos bëj me tulp. Babi, me kë knaqe ti? Me shumë e ty. Ma të vetëm të do pëdolse. Basta unë jam e të gjithë. Ato pusikon, ato pusikon! Të 4 minuta duhet na vi autobusi. Okay. A few moments later. Më të dalim një gjyrat lutem të ato kër parkut. Fakt, na duhet një xhiro, se s'kemi çfarë të bëjmë. Ora 7 e darkës, këtu nuk arsyet pa shkuar ora 10, kështu që dalëm. Po unë do blema një loda. Asë dhe një 000. Po. Dolci, po të filmon e nejda. Balona. Po të shikoj pak si e veshër më? Sa i duke, është këthe o njerë? Oa, Nga bananën ti. edhe pak. Ja, Edhe pak. nuk pres.
Putë motlën. Putë motlën, aja untën. Se që thoni ju në të shmëndi, nuk në letë të shkem dherë të parku lojrave, se ka halën që të hapi balonën e re që blenë të Decathlone. Unë e kësha premtuar që të Tajvanin në Tiranë, se patëm parë një herë një vajzë, edhe më në fund i erti ditë edhe dojnë të blinte një balon. Jemi shumë afër shtëpisë, as 5 minuta nuk ecëm, dhe këtu që jeta kështu mes pallateve, njësi kënd, njësi hapësirë publike, plot me stole, dhe gjithë vikan me fëmijët ulen në një stol, marrin diçka për të pirë nga dyqani ose nga kapja, edhe ulen këtu në stole, kalamajt luajnë. Po ja tregoj dhe juve pak se sa këndshëm është dhe shikoni dojnë që të hapi balonën më në fund. A trega? Okej. Prit si thotu kjo letra mami, merr pak. Kjo që duhet shikoni ku ka erë, qoftë se ka shumë erë mos e ngrini. Ajo mami duhet vënë këtu në mes. Kush? Ai shkopi që nxorë ti. Ne më babin çik. Prit. Sa e bukur mami, të pëlqen? E breshk. E turtle. Shive sa e pas ka litarin këtu mami, se nuk lëviz dhe dërën, duhet ta hapësh litarin që të bëhet më i gjatë edhe të ngrihet balona. Që ka pak e vështirë, mam. Vraposh! Vrapo, Dolce, vrapo. Ndihmoj ti baben. Balonën nuk e ngritëm dot, është tha i babet, nuk e ngrinte dot. Jo se s'kishte erë, pa e qyqur të ishim të lodrin që bën fluske, se nuk e dim se s'deja bëne. Ama. Dhe ndërkohë që ne vazhdojmë ecjen, tu shkoj ora 9:30 e darkës, ndërkohë është akoma ditë, lokalet janë pothuajse plot, dhe jeta vazhdon kështu sikur ora 8 mesdite. Sa po bëm një xhiro të botës, kalderit e ky parku publik i lojrave këtej, edhe tani do t'ju ushqim pak janë darkën, që të mundësisht ta zgjujmë rrugës, edhe të shkojmë në shtëpi të vëmë në gjumë edhe dojnë dhe ta mbyllim për këtë natë. Nesër është shtunë, është fundjavë, akoma nuk kemi bërë asnjë plan se si do ta kalojmë fundjavën, por e sigurt që do t'ju updatojmë dhe ju, kështu që na ndiqni në videot e tjera këtu nga Barcelona. Bye!